Fenomeni I dhunës vazhdon të mbetet një shqetësim serioz. Në një rrëfim tronditës, një grua ka rrëfyer dhunën që bashkëshorti I saj ka ushtruar për vite me radhë ndaj saj, nën efektin e alkoolit. Ajo tregon se fillimet e saj ishin të mbushura me dashuri dhe ëndra për të ardhmen, por gjithçka ndryshoi pas lindjes së djalit. Bashkëshorti I saj filloi të ushtronte dhunë fizike dhe psikologjike, duke ndryshuar rrënjësisht jetën e saj. Ajo tregon se dhuna ndaj saj nuk është ndalur për 3 vite me radhë. Si çdo vajzë që kërkon një fat për jetën e saj, e gjen, fejohet dhe martohet. Edhe normalisht fillon jeta familjare. Fillimet martesë, si në ëndra, ashtu siç e përshkruan çdo vajzë për fatin e saj, të bukura, të ëmbla, mas lindjes së djalit. Filloi me dhunën verbale, gjë që e ndryshoi nga alkooli, sepse filloi të pinte, ose më saktë, atë e kishte dhe unë nuk e kisha pas, sepse njeriu kur shef me sytë e dashurisë, nuk I vjen re këtilla gjëna. Pastaj agravoi edhe deri në dhunë fizike, derisa fëmia u bë 3 vjeç. Duke parë se dhuna po dëmtonte edhe djalin e vogël, ajo vendosi të largohet nga bashkëshorti I saj. Situata që po përjetonte fëmia, sepse unë e kisha ndarë mendjen, ta vazhdoja jetën ashtu, por situata që po agravonte te fëmia im, gjendja mendore ishte shumë e rëndë. E vetmja rrugë ishte që të ikja, pasi mentaliteti këto dënon. Ajo tregon se pasi e denonconte në polici, bashkëshorti ndryshonte për pak kohë, por dhuna ndaj saj fillonte sërish. E denoncova, pati një rikthim nga ana e tij, por pas një vendimi të tillë që ishte shumë fatal, nuk u riktheva më. Edhe sot vazhdojnë hapat e mia, pa prezencën e tij. Absolutisht që po, është për të mirën time edhe për të mirën e fëmijës tim. Pavarësisht premtimeve të tij se nuk do të ketë më dhunë, gruaja tregon se nuk do të kthehet më tek bashkëshorti I saj, pasi do që të sigurojë një banesë të sigurt dhe pa frikë djalit të saj. Absolutisht jo. Sepse kërkon me ngulm rikthimin ton normalisht, pasi ai betohet që dhe zotohet që nuk do të veprojë më sikur ka vepruar. Kene shprehje të bukur, ujë kuqimin e ndron zakonin se harron. Definitivisht po, është të mirën e të dyve. Po, jam drejtuar. Dyert janë hapur, por ama kam vendosur ta zgjidh çdo gjë vetë, me forcat e mia. Absolutisht, dhuna nuk është e mirë për askënd. Në këto raste, dhuna psikologjike dhe ajo fizike janë prezente në shumë familje shqiptare, ku pasojat nuk I vuajnë vetëm gratë, por edhe fëmijët. Një rast të tillë, një nën me një fëmijë të mitur 3 vjeç, vendosi të tregojë për Star Plus Televizion për jetimin e saj të dhimbshëm të dhunës së ushtruar nga bashkëshorti I saj si pasojë e alkoolit.